Në ambientet e konsulatës së përgjithshme të Greqisë në Korçë u zhvillua aktiviteti Ditët e Yorgos Seferis në Korçë, kushtuar figurës së diplomatit dhe poetit të njohur grek, fituesit çmimit Nobel në letërsi. Veprimtaria solli në vëmendje lidhjen e veçantë të Seferisit me qytetin e Korçës, ku ai shërbeu si konsul i Greqisë në vitet 30. Sot kemi kënaqësinë të zhvillojmë një aktivitet dedikuar Yorgos Seferis, një diplomat dhe poet i madh grek, i laureuar për çmimin Nobel. Aktiviteti dedikohet personalitetit të tij dhe qëndrimit të tij në Korçë. Seferis, në cilësinë e diplomatit, shërbeu si konsul i Greqisë në Korçë pothuajse 90 vite më parë, dhe kjo është një mundësi për të vënë në pak të lidhje të veçantë mes një diplomati e poeti grek dhe këtij qyteti. Ne presim me kënaqësi të trajtojmë dhe të thellojmë më tej këtë marrëdhënie të veçantë. Aktiviteti u organizua nga Departamenti i Gjuhës Greke i Universitetit të Tiranës dhe Laboratori i Kibernetikës dhe Inteligjencës Artificiale i Universitetit të Athinës, në bashkëpunim me Fondacionin Grek të Librit dhe Kulturës Dega e Shqipërisë, me mbështetjen e Fondacionit Onasis dhe Ambasadës së Greqisë në Tiranë. Gjatë takimit u theksua kontributi i Yorgos Seferis në letërsinë botërore, si dhe roli i tij në forcimin e urave kulturore mes Shqipërisë dhe Greqisë. Ky aktivitet në qytetin e Korçës merr një domethënie të veçantë pasi lidhet drejt për drejt me periudhën e shërbimit të tij diplomatik në këtë qytet gjatë viteve 1936-1938, një periudhë që ka lënë gjumë të dukshme në përvojën e tij jetësore dhe krijuese. Seferis, si poet dhe diplomat, përfaqëson një figurë të rrallë ku ndërthuren reflektimi kulturor me përvoja konkrete historike. Qëndrimi i tij në Korçë nuk ishte thjesht një detyrë administrative, por një periudhë thellë vëzhgimi dhe përjetimi gjatë së cilës ai u përball me një hapësirë të re kulturore dhe njerëzore që ndikoi në mënyrën e tij të menduarit mbi vendin, kujtesën dhe identitetin. Kjo lidhje e veçantë mes poetit dhe Korçës është vënë në dukje edhe në studimet mbi këtë periudhë, ku theksohet se Seferis e përjetoi këtë qytet si një hapësirë reflektimi dhe ndjeshmërie estetike, më shumë se si një vend shërbimi diplomatik. Pikërisht kjo përvojë e heshtur dhe e brendshme e marrëdhënies mes mjedisit përreth u bë pjesë e formimit të tij poetik dhe filozofik. Përmes kumtesave akademike, materialeve arkivore dhe dokumentarit të prezantuar, aktiviteti solli në vëmendje lidhjen e veçantë të Seferisit me Korçën, një qytet që mbetet ure rëndësishme, komunikimi kulturor dhe shpirtëror në rajon.